Argumentet që gjenden në dete dhe oqeane. Falëndërimi i takon Allahut Zotit të gjitha botrave, paqja dhe shpëtimi qoftë mbi dërguarin ton Muhammed a.s. familjen, shok dhe ata që e ndjekin rrugën e tij derisa të jetë jeta. Ky është profesor Haj. Me të bëm një udhtim në det që të na tregonte mbi disa dukuri detare të cilat kishin të bënin me temën e seminareve tona rreth mrekullisë shkencore në Kur'an dhe Sunet. Profesor Haj është ndër dietarët më të njohur të oqeanologjisë në Amerikë. Gjatë këtij udhëtimi e pyetëm mbi shumë dukuri detare, si dhe rreth sipërfaqes së deteve dhe asaj që ndan pjesën sipërfaqësore të deteve dhe thellësirave të tyre. E pyetëm gjithashtu edhe mbi pengesat ujore në mes ujrave të deteve dhe lumejve, dhe ai na u përgjigj në mënyrë të hollësishme për gjitha këto. Kur filluam të merremi me sqarimin e pengesave në mes të detrave të kripur, ai shpjegoi se detet e kripura si janë një det ashtu siç i sheh syri, por ato janë dete të ndryshme, kanë shkallë të ndryshme temperature, kripe dhe dënësie, siç shihet në shumë fotografi të ilustruara. Në këtë fotografi dhe fotografi të ndryshme, pra që simbolizojnë pengesat që gjenden në mes deteve, çdo pengesë bën ndarjen mes dy deteve të ndryshme, të cilat ndryshojnë nga temperatura, përqindja e kripës, dënësia, gjallësat ujore dhe oksigjeni. Do të shohim në vejmë atë që ndan detin mes dhe nga Oqeani Atlantik, këtu në mes gjendet trekëndshi që tregon malin e Tarikut, sipas cilit ka marrë emrin ngushtica e Gibraltarit, rrjedh nga fjala Jebel Kodër dhe Tarik sipas Tarik ibn Ziyadit. Këtu shohim me ngjyrat e qarta atë që dallon ujrat e detrave. Kjo gjë nuk duket me sy, mirë po tani ajo është e vërtet shkencore. Përsosja e satelitëve ka bërë të mundur studimin e deteve. Kështu me ndihmën e tyre u bën nga lartësi të mëdha fotografimi i deteve. Pra këta satelit mundsuan fotografimin e këtyre deteve, si dhe kufit që ndajnë detet, apo thënë më mirë ajo që ndan detet nga njëri tjetri. Dhe këtu shihet fotoja nga sateliti. Detet këtu duken me ngjyra të ndryshme siç i shohim. Tan nga ata me ngjyrë të kaltër, të çelur, disa me ngjyrë blu të mbyllur, disa me ngjyrë të zezë, disa me ngjyrë të ngjashme me të gjelbërën. Këto ngjyra të ndryshme janë si rezultati i ndryshueshmërisë së temperaturës mbi sipërfaqen e deteve. Ndërkaq nëse qëndrojmë mbi sipërfaqen e detit, ne nuk shohim gjë tjetër veçse ujë me ngjyrë të kaltër në gjitha këto dete oqeane. Këto dallime janë të padukshme me sy. Këto janë zbuluar nëpërmjet një studimi të thellë dhe me mjetet e teknologjisë bashkëkohore. E këtë fenomen e shpjegon Allahu i Madhrishëm në Kur'anin famlar. Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahum barzakhun la yabghiyan. Ai lejoi dy dete që të puqen me zete, në mjet atyre të dyve është një pengesë që ata nuk e kapërcejnë, sura Ar-Rahman 19:20. Pra siç e shohim, kjo pengesë është ajo që i ndan detet. Dietarët musliman rreth komentimit të këtij vargu kuranor dhanë dy mendime. Grupi i parë tha: fjala meraja e përdorur në këtë varg kuranor në kuptimin etimologjik ka kuptimin e përzierjes, që sipas tyre do të thotë se Zoti i përzyn dy dete, kurse fjala në mes atyre të dyve është një pengesë dhe fjalia ata nuk e ka përcejnë, nën kupton atë që uji njëri detës mund të kalojë ujin e detin tjetër. Grupi i dytë, duke u përgjigjur grupit të parë, tha: meqense mes tyre ka pengesa dhe në fund të vargut kuranor thuhet se ata nuk e ka përcejnë pengesën, atëherë si thoni se fjala meraja do të thotë përzierje. Kaq zbulimet shkencore treguan domethënien e vërtet këtyre vargjeve kuranore. Pra ujrat e detit mes dhe përzihen me ujrat e Oqeanit Atlantik dhe Anasjelltas, dhe në mes të tyre ka pengesa ujore. Kur uji i njëri det e kalon këtë pengesë dhe kalon në detin tjetër, fillon të humb veçoritë e tij, duke marrë vetitë e ujit tjetër. Kjo përputhet plotësisht me përshkrimin kuranor kur thuhet se asnjë det nuk e ka përcen detin tjetër. Pra me kalimin e ujit nga njëri det në tjetrin, uji që kalon pengesën fillon të marrë veçoritë e ujit tjetër. Me zhvillimin e shkencës u bë mundur kuptimi i drejtë i vargjeve kuranore, duke dëshmuar kështu edhe një herë mbi mrekullinë e Kuranit. Me profesor Haj biseduam mbi këtë fenomen të përmendur në këtë varg kuranor dhe vargjet e tjera kuranore, dhe në fund e pyetëm: çfarë mendoni mbi këtë fenomen të cilin po e shihni në vargje kuranore, të cilat zbriten para më shumë se 1400 vjetësh, e që na përshkruajnë hollësisht krijimin dhe shumë fenomene të tjera, të cilat ishin të pamundurat që të njiheshin në atë kohë. Shkenca bashkëkohore sot është dëshmitare për këtë, duke na sqaruar atë që Kurani përmendi para 1400 vjetësh. Çfarë mendoni ju mbi këtë? Profesor Haj: jam shumë i impresionuar që gjenden të tilla dije në Kuranin famlar. S'mund ta di se nga kanë ardhur ato. Është shumë interesante që këto vargje shkencore gjenden në Kuran dhe vazhdimisht po punohet në zbulimin e domethënieve të vargjeve të tij. Domethënë ju e mohoni se këto vargje kuranore mund të jenë produkt i mendjes njerëzore. Atëherë nga kanë ardhur këto njohuri? Profesor Haj u përgjigj: besoj se vërtet këto janë prej Zotit. Profesor Zendani: pra, Kurani është fjala e Zotit
i cili u shpall Muhamedit a.s. i dërguar i fundit e Allahut, ku Muhamedi a.s. ka thënë: Allahu çdo të dërguarit e tij i dha atë që e besonin njerëzit, kurse mua më dha Kur'anin, shpallja e Allahut. Lusë që të kemi numrin më të madh të pasuesve në ditën e gjykimit. Ky është Kur'ani, mrekulli e përsosur dhe argument i qartë për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit.